Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Përshëndetje Kolo, sot Përshëndetje Blerina. Jo, Në vetëm këto që ditë të bukura pranvere, të mbushura plot me dinamit, sa hap televizorin, do tak të shpërthen cepi syrit, është ka dalë njëri atje dhe flet çuditëra domethënë. e ke parë që është gjithmonë i njëjti? Është gjithmonë i njëjti, unë po pres momentin kur do na shpërndajnë të gjithëve nga një kapsul personale për na çuar në Mars. Se ky e bën. Po doj, po t'ja kërkojmë. Çfarë kërkuam ne dhe nuk na dha? Jemi në mesin e syrit të ciklonit të fushatave zgjedhore. Dëgjon çuditëra nga të katër anët, po le të themi që vendin e parë e mban ai që rastisht jetë edhe më i gjati. Po, i ka rënë periudhë vështirë, se ja i vdiq në dorë dhe papa. Tash ky duhet të rrit merret me zgjedhjen e papës së ri. Ndërkohë që do zgjidhë gjithë to hallet e Shqipërisë së 2030-s. Dhe gjë që më bën më shumë përshtypje Blerin, unë përgjithësi shoh vetëm video, pa edhe unë është lezetshëm ashtu. Është shumë lezetshëm, sepse vetëm duke parë gjestet i kupton ç'a halli ka. Pra, është interesant, po, e kam praktikuar. Dhe përpiqesh ta zbërthesh psikologjikisht çfarë halli ka. Kam vënë që po zihet shumë me kalamajt. Po. E shoh që nuk e di se si ndodhet që në fushatë elektorale rrafot me kalamaj dhe premton pasaport, këtyre që duan edhe pasaportën shqiptare, do donin një 15 vjet që ta marrin, këtu premton këtë të huajën. Shiko, ka qenë dikur TikToku që argëtonte kalamaj Rrugaçi Lagjes, tha ky, që argëtonte, po themi në thonjza, ose të paktën i mbante të lidhur kalamajt tan. Tani, meqense ky e mbylli, jam vetë, tha. Dhe fraza e ditës sot ishte pikërisht në një nga këto mbledhjet elektorale ku njëri nga këta djemt që është mësuar ta ketë përqendrimin ndoshta 8 sekonda, pa pritur hoqi pak syt. Për shkak të TikTokut, po. Po. Hoqi pak syt dhe nuk po e ndiqte më, domethënë, ose ndoshta nuk po kuptonte më ku ishte në këtë. Dhe si mund të drejtosh vëmendjen këtij fëmie? Në Gjermania, në Japoni, ku diun. Dhe dëgjova këtë frazë, që ishte edhe pak e shkëputur, nuk e kuptova mirë, domethënë me ç'qëllim ja tha, por me qëllim, po dihet me Blerin me qëllim. Ne nuk e vëm në diskutim fare qëllimin e mirë, as nuk e vëm në dyshim, domethënë, kështu që i sugjeroj të futej në Google dhe të kërkonte fotot e kryeministrit nudo. Gjë që ndoshta TikToku nuk do ta bënte kurrë. Do të pyeste për shembull, do ta shohësh ti këtë? TikToku Blerina nuk të lejon të shohësh asnjë foto nudo në fakt. Qoftë të kryeministrit. Ashtu dhe ky prandaj hoqi TikTokun dhe i la të lirë Google-in ku ne mund ta kërkojmë dhe neve unë mendoj që kam parë mjaftueshëm shëmti në këtë botë që të rikthejmë edhe një herë fotove të vjetra, por kryeministri ka kuptuar që si duhen trembur kalamaj që të mos i afrojnë internetit, duke dalë vetë nudo. Pra shmyra më mirë për t'i mbrojtur këta kalamaj nga interneti dhe nga gjithë këto veset e online-it. Ndërkohë që papa siç e morën vesh na la, një ditë mas pashkëve, gojët e liga thonë që takoi dikon. Jo, gojët e liga, ka disa gojët e liga. Ca gojët e liga thonë që takoi Xhidi Vansin edhe pash dhe djallin. Pash të gjitha. Po iki në paqe. Po ka të tjerë që thonë që ishte vdekur para pashkëve, por nuk deshin që të prisheshin pashkët dhe e mbajtën çik domethënë. Po jo mos ai dole për meshën. Të dilën në darkë. Dikush doli për meshën, thonë. Po. Brina, dhe mbasi e hodhëm dhe këtë helm. Po. Ç'mendim ke ti për një pap shqiptar të zgjedhur nga kryeministri shqiptar? Ua, sikur më ke lexuar në mendje. Pandeli Majko. A vetëm ai zgjidh këtë punë në PS? Në PS? Jo, desha thonë të ishte kandidatura jon për pap. Ç'mendim ke? Jam shumë dakord. Gjëra që ka vuajtur. Mos është pak ortodoks apo s'ka gjë? Po Blerina, çfarë i kushton pandos? Pandushi. Po të bëhet pal. Palmlyshi, si mund ta përkthej Majkon në katolikçe. Po unë mendoj që është kandidaturë shumë e mirë, unë mendoj që po ju vu kryeministri e bën edhe pap, edhe të kemi edhe ne një pap tonin, njëri të vuajtur, ka vuajtur gjithë jetën. Vuan dhe në heshtje. Ke vënë që vuan dhe nuk duket në farën e ekran, nuk e shohim gjykun diku është. Po. Dhe ndoshta ka ardhur radha dhe atij për të marrë një gjë në parti. Pas kaq viteve militantizëm. Do presim se nuk i dihet. Tani do ta nisim mendova një mbrëmje të butë, Blerin,
pa shumë strese, pa shumë do strese muzikore. Po, se kështu kanë qenë këto 2-3 ditët e fundit. Do nisim një çik me një muse të vogël, domethënë kështu sa për nostalgji, e do vazhdojmë kështu si qetë. Si një varkë e vogël që lundron kështu duke pritur që të vijë 11 maj.